Përmend edhe që ki llojshmëri të pemëve të mbyllta. A ki problem më mirë me to, ose a del koha, ose kushtet a plotësohen për me i majt këto pemë? Me pemë, thash këtoj kryesisht një 10 trupa i kam që i kum blenë qytet. Kryesisht kam pemë tegër që i thoj, kam shartu me vetë. Janë të varietetet e mëshme që tash në trekë një gjoni kum kultivu, janë këtu do jetojnë. Jo me pemë se këtu në vetë natyre i manë, vetëm tash 5 stërpik s'ki qare. Do të nuk e stërpik, këtë binë tokë. Fillimisht lula kur të bjenë, për mësë me do të bletë, do të 90% lulli kur binë, i stërpik me njëherë dhe mos kem punë me to. Kryesisht e kam nuk mirë me shite tyre, po për familjarë, me që shoku kur zhvinë, këtu i servojmë. Peqër shijat hershme që i fillon, dhe në fund të tërët ka pemë sa dush. Dhe të përmbyllë me ftoj. Jezerci është një territor malor, edhe jetojnë edhe kafshë tegra. A keni rrezik ose a ndjeni rrezikshmërinë prej kafshëve tegra këtu masi që jeton këtu? Jo, një Jezer tha mos i pas edhe me flua dhe me faun, po ariu jeton këtu, deri e jeton, ujë që ka, jo shumë po ka, dreri jeton, lepu i dhejt me gjithen, ariu dikun 5-6 copë janë këtu pare, mund një 3 herë më kanë hitë këto bletë këtu. Por nuk janë për njerëz, nuk e halos s'kan ndodhë me rreziku kërkan as me friksuan. Do të me kua elshën rrugën largu, ose nuk janë mish ngrënëse, janë barë ngrënëse. Vetëm blet amëlsinë, mjartën e dojnë ato, se për nëjshë mish nuk hajnë. Si desert e kanë. Po që ushqimi maj mirë, moja ushqimi të botës është mjartë, edhe ato pëse mës me hongër mjartën. Flasim pak edhe për rinin tënde që e ke kalu këto një zërc. A ki ndonjë ditë veçantë që e mon men për rinis ose për fëminis tonë këtu që e ke kalu një zërc? Po unë si fëmijë thash kum nin këtu, kum jetu shkollimin e kum kryen shkollën e fshatit këtu një zërc, gjimnazin kum kryen Ferizaj, do të juridikën e kum përfundu në Prishtinë. Pese ku e thash se jam edhe rapsat, edhe në vitet e fund që 20 vite jam edhe lautar. Lautari jam i vetëm në regionin e Ferizajt, po edhe në rrafshin e Kosovës. Ndërsa rapsat jam që 49 vite, vitin e arshëm i baj 50 vite, sigurisht kam e mbajt një manifestim pak ma të veçantë. Se i baj 50 vjetë kongë, një libre kum shtyp, 2 jam me kongësh fjalla, 2 jam gati, një roman e kam në përpunim e si, në përfundim e si, për jam interesu me lëndë shka, po si rapsat e kom fillu në shkollën fillore. Në klasën e 5 shkollës fillore, mësuesi i Smet Behluli ka qenë muzikë në dhoke, për tha mësus arsimtar, po për tha mësusi kështu se mësus, këtë jam mësus atë profesor, mësus se mësën zonësin. Po, a im ka shti me kënus për herë të parë para në zonësa dhe mu për jetë herë kur si jam nëllë. Dërsa vitin 1977, si maturantë i gjimnazit, kum fillu me kënu ndarsme, me Basri Begën dhe me Isuf Hajdar me violin ka qenë. Isufi që atëherë si eri para me, a i ka fillu me violin. Po me grup të jezerë, unë me Basri Begën këngëtar, Isuf me violin, jemi konë për atë ku, po thamë, për më të mirë dhe nivel të Kosovës. Se 5 vitin që atë ku kemi shku në hasi i bojnë dashme zakonisht kuhën e dim, i kanë bon se tash ka ndryshu për atë ku. U bajshën në të farëgjohë se logja ati është shatë, 17 dashme ishën rratë. Ka qenë një grupë që shkoj kënë gjithë dashmet, ku ish ma mirë, i lajmërë këtë jetë që kojna shahirat ma të mirë. Të na u bajnë këtë qështu uda, se kemë pas një djallë një Gjemal Begën, këngëtari i ri, kënoj kësi Fatimi Sëkulli. Në atë herë kënoj që për këngët e në verhogjës flakë, se kemi menu tutën, se të rime konë kretë. E prej atë herë, thash 5 vitën në hasim e konë numër 1. Edhe si me njallë kur. Unë tash Basri Begë tash është ndjerë, kur diplomoj në gjuhë Shqipe, ka qenë pak ngusht pe i darës, tash e rujke rrogën e lakongën. Sa atëherë me kënu një kompët të largohesh edhe pe i arsimit, edhe banëshën me shenjë komiteti. Unë i ku pas gjendë mirë se 2 vllazë ku pas në Gjermani, si mërzit shka pëthojnë ata kur se kommunal heq. As pe shkive, edhe në gjatë lutës, u shishin ta kum këndu këtu në prezent gjitha pikat për moral dhe kështu, dhe pas lutës, në për gjitha festivalet,
kombëtare, në trojë shqiptare i kam 32 çmime. Se milion i kam 100 e sa milion, ato se milion që të mujë me avon ka një, po çmime që një juri ka vlerësu, në 32 i kam. Si lautar e kum fillu në 2003. Rasisht me një festival, shkojshme në Klinë ati, këndojmë liris, në kim pas teksti jem një kongë malsosh për shishin varë të Kosovës, Ismet Krasniqi Lala ka qenë ekip përgjithë si kongëtare në për teren. Në knojshme ndashme me të grupën time me lahut, me violin, me tërë trash. E knum aty në shpit kulturën Frezaj, tha nazmi kongë fort e mirë, po banë dikun i lahut se me violin si lo, me hin në skenë. E gjetëm një lahut, ai violinisti diqysha adoptum, se nuk dishme as mira, se pa pas kur ndorë. Kongën e knu mirë, 4 vite festivali, para se me fillu festival, 4 vite, në 2 javë përpar me kongën të në është për cilë, vazhdimisht se kongë het ka qenë. Atë kongë aty merë vend, me të njëtën kongë tani pa lahut, Skënderaj, kemi qenë grupi më autentik, se e kongë, këtë thëshme me këtë kongë, të rallë që e qojnë zonë, se malësohë që është kongë rronë, tipi malësohë. E tash, unë jam në regionin të për kongë me krahë jam het, se shumis e kongëve i nisi me këtë stil. Hitman. Po, i nisi me këtë stil, i kam një YouTube, kongëve i nisi me këtë stil, me një kushtrim e baj. A flasim pak edhe për luftën e fundit që ka ndodhur në Kosovë, edhe një zërës përgjithësi. Qysh e ka gjetë Jezerci në lufta e fundit Kosovë? Lufta e fundit, lufta e krenarisë shqiptare, kur ka filluar, unë për tham një sekuencë që me 5-6 e 7 në prekaz, do thot me 5 në prekaz, kur ka filluar, atë natë se na kim pas heroin, kim pas gjdo fshati ka tjerë zdi, por na i zërës kim pas heroin, së cëlla lagje, së cëlla klevesi ka pas të organizu me heroin e vetë. Atë natë se kum lonë kërkan se kam qenë Slivov, me 5 Slivov të Ferizajt, i në tërnë të vërtet, të knu me një fjallë nëse, në knu ku erdhëm setët, me produrën atë, thanë lufta fillojnë 3 drejtim po fësëlmuat prekazi, kur se arrajt s'kenë që u përjetu thellë. Tha shumë rano gjendje atje, vish një kongë kemi knu në Ahmed Delijen, se ju kushtoj ke prekazit, me qatë kongë kemi lëndarë, këtë janë quë. Do të s'ka pas më atmosfere, që dhona e dorë formalisht, i ministra atë natë këmë thonë du me nejtë në roje. E kem pas, së shpijat i kem rapë, e kem pas një pikë vërejtim, 90% fshatët e kem parë. Atë natë i Jezerësit, unë në 4 pika i kem pa vetë sërbë që janë konë të vëzhgu Jezerës në lëvizet tona. A më kanë pa mua të zdi, po unë ja posha drita të shenjat e tyne, unë i kum pa vetë, ku erdhen më gjest, kur se jelë një farë bure, një frem ku erdhen në mbromje, a i vëllavi të këshirë televizorën, ta është vëllavi ma, tha, e kallën prekazën ke, tha, që shtu atë gjendja, qëtë ke skena televizorën, ka qenë skena mëron. Po thot, edhe e ka qenë motivit ashtë gjithë populata me mjë kundërvu forca sërbe.